Këshilli i lartë i prokurorisë ka dhënë okejin kandidimit 4 emrave në garën për kreun e prokurorisë speciale, të cilët plotësojnë kriteret e përcaktuara për këtë pozicion. Kështu KLP ka konfirmuar se Adnan Xholi, Elvin Gokaj, Doloriza Musabelli dhe Klodian Braho mund vijojnë garën për kreun e SPAK-ut. Në mbledhjen e KLP, Sokol Stojani, kryetari i Komisionit të Zhvillimit Karrierës, theksoi se janë 4 kandidatë në garë të cilët i plotësojnë kushtet. Sipas tij, aplikantët duhet të jenë prokuror të SPAK-ut dhe të mos jenë drejtues. Po ashtu ai theksoi se një tjetër kusht është fakti që kandidatët duhet të kenë paraqitur platformë dhe të mos ketë mans disiplinore. Ne i propozojmë Këshillit miratimin e listës së kandidatëve për të qenë në krye të SPAK-ut, thaj. Përpara se Stojani të jepte vlerësimin për 4 kandidatët, antari i KLP-s Zeqir Hoda tha se do të largohej nga mbledhja për shkak se duhej vlerësuar nëse ishte ose jo në konflikt interesi. Hoda tha se ai personalisht nuk mendonte se ishte në një konflikt interesi, por kjo duhej vlerësuar. Për të marrë të dhënat e nevojshme, vlerësoi që duhet largohem nga votimi i seancës për këtë çështje. Po qëndrojmë që nuk është hapur procedura, tha Hoda, që më pas u largua. Pas qëndrimit të shfaqur nga Hoda, antari tjetër i KLP-s, Vat Staka, duke reaguar tha se Hoda paraqiti një njoftim mediatik. Disa media kanë botuar para 3 ditësh që një nga kandidatët që ka aplikuar për kreun e SPAK-ut. Si jam në gjendje, nëse është në konflikt interesi apo jo, por do e gjykojmë në një seancë të posaçme. Kjo do të thotë se KLP-si duhet marrë një vendim lidhur me faktin nëse në seancën ku do të votohet për kreun e SPAK-ut do të jetë ose jo në proces votimi antari Hoda. Antari i KLP-s Sokol Stojani tha se për të marrë një vendim na duhet dokumentacioni. Kërkesa me shkrim ose propozime me shkrim, gjë që sot nuk e kemi. Ne duhet marrim një vendim bazuar në diçka të shkruar, tha Stojani. Për zgjedhjen e kreut të ri të SPAK-ut mjafton një shumicë thjesht votash nga antarët e pranishëm në mbledhje. Por numri minimal i tyre nuk duhet jetë më pak se 7, në mënyrë që të konsiderohet kuorumi i nevojshëm. Pamfleti ka bërë publike faktet sipas të cilave Klodian Braho, një prej kandidatëve në garën për kreun e SPAK-ut, ka drejtuar Komisionin e Vlerësimit për kandidatët që synojnë BKH-n, më konkretisht për hetues financiar. Më 29 shtator në listën përfundimtare të kandidatëve për pozicionin e hetuesit financiar. Emri Ditmir Hodës shfaqet midis 15 kandidatëve më të vlerësuar, duke u renditur i 6. Ditmir Hoda është djali i Zeqir Hodës, antarit KLP-s, vota e cilit mund të jetë përcaktuese për zgjedhjen e kreut të ri të SPAK-ut.